Duhet t'i falenderoj dy ministrat, dhe zotin Toshovski dhe zotin Sveçda, ambasadorët, kretë ata që ishin të përfshirë për realizimin e këtij projekti. Nëse në Bllaz kemi pas dilema do funksionon, si do funksionon One Stop Shopi, u paqëm për një periudhë të shkurt, pra nga pritje me kolona u shndru për në pritje 1 minutë 2 për qytetarët që dukshëm e ka bërë më të afërt Shkupin me Prishtinën. Sot e bëjmë Tetovën më afër, domethënë me Prishtinën dhe qytetet tjera. Pra dëshmojmë që këto dy qeverit janë qeveri në shërbim të qytetarëve, në realizim të projekteve që lehtësojnë qarkullimin e tyre, lehtësojnë domethënë edhe qarkullimin e mallrave. Dhe mendoj se edhe këtu në Jazhinc është një kontribut në funksion të qytetarëve, të lëvizjes së lirë, dhe po ashtu plani është që të vazhdojmë edhe në Tabanovës, edhe në Qafthan, gjitha kufit të jenë lehtësues, të jenë pika, domethënë që do parafrojnë qytetarët dhe jo si para 2-3 muaj, domethënë që ishin pritje shumë gjata me shumë reagime nga qytetarët. Prandaj përgëzime për këtë, pra këto dy qeverit vazhdojnë me realizimin të projekteve në interes të qytetarëve. Значи сакам да се заблагодарам до двајцата министри за внатрешни работи, господинот Тошковски и Свечда, до амбасадорите, до директорите на Царина, сите тие што беа вклучени за успешна за кратко време реализација за вториот проект One Stop Shop. Со ова, значи, докажуваме дека и меѓувладината седница не беше формална, туку со реална агенда и со реални решавање на проблеми за граѓаните. Ако имавме дилеми за Блаце како ќе функционира One Stop Shop, бидејќи правеа споредби со системот во Табановце и во други гранични премини, сведоци сме дека Блаце е најфреквентната граничен премин од долги редови, долги чекања и жалење на граѓаните. Денес по европски стандарди се чека минута 2 и мислам очигледно покажуваме дека сме посветени за тоа што сме избрани, значи во функција на граѓаните, во функција на улеснување на нивното движење. Како што се тоа беше во Блаце, сигурно и сега и Тетова ќе биде поблиску до Приштина или обратно до другите градови. Keni paralajmëruar kalimet e rreja në grupin parlamentar të Vlenit? Him politik. Kush ka? Mendoj që është projekt i suksesshëm, i gëzohemi këtij projektit. Lëvizjet e shifni janë tektonike, hesabet e shtëpisë nuk kanë dalë në treg. Mendoj që qeveria ka shumicë stabile, shumica po forcohet, po fuqizohet, sepse dhe i duhet për realizimet projekteve të tilla që në interes të qytetarëve. Ka i paralajmëruar. Purna? Çështja e vendeve vakante kur do të plotësohen, a keni përzgjedhur njerëz nga ata që dolën? Po, vendet po bëhen bisedë. Shumica parlamentare ka vërtet për ligjet që kërkojnë parlamentari? Po riformatohet shumica dhe mendoj që do ketë edhe ballenter të vogël edhe të madh. Ajo që është më rëndësi, do ketë propozim ligje që janë në interes të qytetarëve, që besoj që do i votojnë gjithë. E para, sa i përket pozitave që i ka pas Vleni, mbetën brenda Vlenit, normal që tash për këto pozicione fjalën kryesore ka Aleanca për shqiptarët, kryeme Arben Fetaun, normal edhe me deputetët tjerë, domethënë që kanë kaluar për fondit evropian në shumicën e re, edhe me ato bisedohet. Besoj që javën e ardhshme prej të hanës andej do kemi riformatim të qeverisë, plotësim të vendeve vakante, sepse nuk kemi kohë, domethënë të merremi me muhabete, na duhet shumica për realizim të projekteve të këtilla si sot. Faleminderit shumë. Faleminderit.